ju kërkoj, ju lutem ngrini pak zërin tim në skenë. Faleminderit, ju dua shumë, faleminderit nga zemra. Ju lutem se kemi një problem me këtë gjë, mendoj njerëzit që ju kam mësuar. Ja. E di që jo, po ashtu mendojnë. Ndërkohë ju dashur miq që po na ndiqni në këto momente, takimi ynë i 7, edhe sa shumë ka mbetur. Ka punë ferma, në një ambient ku natyra është artistja më e madhe dhe ka krijuar një vepër arti me peizazhin e mrekullueshëm që është atje, patjetër që frymëzimi për të bërë gjëra të bukura duhet të jetë i paevitueshëm. Apo akoma s'ka hyrë frymëzimi këtyre tanëve? Frymëzimi pa. Ata vrap? Frymëzimi vrap atyre. Po nuk e arrin dot. Po bëj çaka, por për të qenë serioz, më lejoni t'ju them se nëse ka një pikë ku dy gjëra nuk lidhen bashkë, janë natyra dhe negativiteti. Thjesht nuk qëndrojnë dot bashkë me njëra tjetrën. Çfarë fundjavë ka qenë kjo nga ato që në një skenë të duket sa një film dhe një ditë sa një vit. Gjithsesi sonte do të merren masa sepse Ferma VIP nuk do e përkrah kurrë dhunën dhe bullizimin. Mirëmbrëma Zhaku, mirëmbrëma Castro. Mirëmbrëma Luana. Mirëmbrëma, je bërë shumë e bukur sot. Besoj kjo është nga Luluja nga koleksion. Po, ti qeta. Dhe forta është që edhe ju të mendoni që të Zhaku në ka mësuar. Zhaku thuaj që po ka korruptuar. Thuaj që jo, nuk është e vërtet. Unë ndjek Luanën prej kohësh edhe më pëlqen shumë linjare dhe të thonë shumë e bukur. Faleminderit shumë. Do të sjell pakon herës tjetër. E meritove. Je bërë një yll dhe ti, Castro të shoh serioz. Nuk e faj, fakt sonte do t'jetë po ashtu një natë serioze. Unë dua t'jetë një natë me të qeshura, po nuk po na e mundsojnë këta ata. Si t'ja bëjmë? Monologu jot ishte shumë i mirë. Mendoj që vetëm mund të uroj mirëmbrëma gjithë shqip folëse kudo që janë planetet dhe të lënë të rrjedhë e gjithë edhe kjo serie 7. Bukur fare. E po të rrjedhë kjo serie 7, do na duhet më patjetër të lidhemi me ata që na e kanë prish pak qefin, por edhe janë protagonistët e këtij reality show. Por çfarë do të ndodhë sonte? Ti themi një dy gjëra për publikun. Do të kemi pa diskutim një televotim që është ende i hapur, ndaj vazhdoni votoni, ju lutem në numrat e afishuar sepse keni mundësinë që njërin nga vajzat që janë në një nominim kokë më kokë për eliminimin në mbrëmjen e sotme ti shpëtoni. Ndërmjet Danelës dhe Nuri. Do të kemi 2 rrëfime që do të na emocionojnë, do të kemi 2 surpriza shumë interesante dhe do të kemi një performancë nga një i ftuar special. Por do të kemi dhe penalizime, do të kemi sfida, do të kemi goxha gjëra për diskutuar sonte. Shkojmë tek ata se tani jam gati. Mirëmbrëma. Pat ju shoh pak sa të bukur jeni për sonte? Mos më shiko se një sojam, shiko këta. Po këta po shiko, ja kam në plane Randin, Danelën, Limin, të gjithë, Elinarën, Kejsin, prefermerin aty. Tani nuk i përmend dot të gjithë dhe kështu, një nga një, po gjithsesi ju më thoni ndonjë mirëmbrëma, t'ju a dëgjoj pak zërin. Mirëmbrëma. Shikoj sa i bukur është bërë ylli, si këta shoqëruesi i dytë i ëndrit, jo i pari, i dytë. Prit të dëgjoj njëra Albano, çfarë më the? Shikoj sa i bukur është bërë ylli, si shoqëruesi i dytë i ëndrit, jo i pari, po i dyti, sa i. Kur do na martohet njëri sonte? Nuk e di, jo, thash si. Si the, thash? Shikoj si i bërë Randi. Si Mario dhe Luigi. Tani këto pashkët e bukura tona që nuk i urua mende shqiptarët në këtë natë të madhe urime pashkët edhe zoti ju bekov të gjithve. Me shtet poshtë. Si mi kaluat ju? Shumë mirë. Deri diku. Deri diku, ha? Luana, të lutem se kanë 3 orë që po më quajnë mashtrus. Thuaj të vërtetën. Pse? A ju luta unë agaj që në 8 mëngjesit ja u sillte drekën e pashkëve të vërtetën? E vërteta është që Albano kishte shumë dëshirë që ju edhe ne të shinim një drek fantastike të pashkëve se na kishte munduar energjia pozitive. Dënshim dasmën. Dhe njerë?
Janë këshim dasmën Albanos për dreshin që na... Dasmë, thonë. Në vend të më urojnë, më mallkojnë, duan të më martojnë. Nga këta fermerët tanë, çfarë nuk dëgjojmë me thënë të vërtetën? Uluni, akomodohuni. Ulën. Kam parë që jeni nxirr kështu njësh në të gjithë trupin, do ishte më bukur që të nxjiheshit me kanatiere veshur se në fermë jeni dhe fermer jeni, e kuptoni? Unë jam pjesërisht e djegë. Ndërkohë që duat ndalem pak tek Nuri dhe tek Daniela, duke qenë se janë në një televotim ende, si ka qenë kjo fundjavë, le të themi, këto ditë për ju? Atëherë për mu pak e tensionuar, me qënë se isha dhe të fakiri, e përjetova keq aty, por mirë, në përgjithësi mirë, emocione kam plot. Okej. Se dim tani të shojmë. Shojmë se çfarë ka rezervuar Çfarë ka rezervuar fati për mu sot. Nur? Mirëmbrëma, Luana. Mirëmbrëma. Me tension pak, emocione, pak ka qenë një javë stresuse shumë e madhe, për shkak gjonave që kanë ndodhur aty brenda, po e kalum. Po sot vije koha, prap ai emocion që e largon ndaj vetës vjen prap, kështu që ja uroj Danieles nëse është ajo që vazhdon një ishte kënaqësi që ndrem të këndshëm, kaq. Qartë. Me i miri. Tani kalojmë në temë. Po. Unë me thënë të vërtetën në puntatën e kaluar mendova që i vendosëm ca pika mbi i, dhash ca porosi, do doja shumë që ato porosit mi kishit respektuar, por kjo nuk ndodhi. Kështu që sonte po e nisim kështu bashk, kini parasysh që çdo gjë që bëni ose thoni ka fuqin të lartësoj ose të rrëzoj dikë. Ju lutem, zgjidhni të mirën mbi të keqen. Zgjidhni respektin për njëri tjetrin, sepse secili nga ju meriton të ndihet i sigurt dhe të trajtohet me dinjitet, pa pasur rëndësi kush është, nga vjen apo si duket. Unë një gjë që nuk dua ta bëj në këtë projekt, sepse e mora përsipër me shumë dëshirë, është të bëj moral. Moralizmat në